Një gotë kefir në ditë mund të bëjë shumë më tepër se ç'mendon. Dhe jo, nuk është thjesht një version tjetër i kosit. Kefiri është një pije e fermentuar e përdorur prej shekujt që përmban mbi 30 lloje bakteresh të mira dhe maja më shumë se shumica e produkteve që konsumojmë çdo ditë. Dhe arsyeja pse është kaq i fuqishëm është sepse ndikon direkt tek zorët. Dhe kur zorët janë në balancë, fillon të ndryshojë i gjithë trupi. Tretja bëhet më e lehtë. Fryrja zvoglohet, sistemi imunitar forcohet dhe shumë njerëz raportojnë më shumë energji dhe qartësi mendore gjatë ditës. Madje, disa studime tregojnë se konsumimi i kefirit mund të ndihmojë edhe në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe në mbështetjen e metabolizmit. Nëse e ndjen veten shpesh të lodhur pas ngrënjes, ke dëshira për sheqer, tretje të ngadalt ose dhe ndjesinë për humbjes sidomos në mëngjes, trupi yt mund të t'jap sinjale që mikrobioma e zorëve nuk është në balancë. Dhe këtu hyn kefiri si një lloj rregullatori i brendshëm. Mund ta marrësh lehtë në marketin që ke më pranë apo dhe ta përgatisësh vetë në shtëpi. Shton kokrat e kefirit në qumësht, e lën 24 orë në temperaturën e ambientit, e kullon dhe e konsumon çdo ditë. Provoje për disa ditë rresht dhe vëre re si reagon trupi yt. Sepse në fund, shumë nga ajo që ndjes çdo ditë fillon nga zorët.